Pas një fundjavë treditore me organizimin e meeting, vajza që erdhet në Gjermani, Roala, Ana, duhet të them që ishte një fundjavë shumë e bukur, një fundjavë që nuk harrohet lehtë, një fundjavë ku mblidhesh me persona që i ndjek edhe njihesh thjesht në rrjetet sociale. Fillova me pastrimin e kuzhinës, nuk kurse unë dala shumë, por mora ciklimin e sistemin e enëve, duke i organizuar në vendet e tyre dhe duke filluar pastaj me pjesën tjetër të gatimit. Dua të them për të gjithë personat që mendojnë ndonjëherë që okej, të punosh online, çfarë benefitesh të tjera mund të sjellin, patjetër që ke shumë benefite, sepse njihesh me njerëz të ndryshëm, me karaktere të ndryshme. Bën gjëra që nuk i ke bërë më përpara, por ke ndërruar të i bësh më përpara. Dhe kjo ka qenë një ndër gjëra që unë doja shumë të udhëtoja, doja shumë të njiha persona të rinj, të ndihmoja persona të rinj, dhe ky meeting që realizuam këtu në Gjermani ishte një derë tjetër e hapur nga të gjitha ato dyert që unë dua t'i hap dhe t'i realizoj. Kështu që asnjëherë nuk i dihet jetës, nëse ne punojmë fort për ëndrat, dëshirat që ne kemi, atëherë thjesht duhet të luftojmë për to,